Mirë, do të vjojmë të flasim për konfliktin Ukrainë-Rusi, ku presidenti francez Emmanuel Macron u përgjigj ashpër ndaj Rusisë të njëjtën pas paralajmërimit të Kremlinit që ai të mos kërcënonte me retorikë bërthamore dhe duke tërhequr krahasime me pushtimin dështak të Napoleonit të Rusisë. Në një fjalim solem të mërkurë, Macron paralajmëroi kombin francez se Rusia po armatosej shpejt pas pushtimit të Ukrainës dhe mund të sulmonte më shumë shtete nëse nuk do të ndalohej fuqishëm, përfshirë me mburojën bërthamore franceze. Unë e njoh mirë presidentin Putin, nëse ai reagon kështu është sepse ai e di që ajo që thash është e vërtetë, i tha Macron gazetarëve në një samit të Bashkimit Evropian në Bruksel. Ai po bën një gabim historik. Napoleoni bëri pushtime, e vetmja fuqi imperialiste që shoh në Evropë tani është Rusia, tha ai duke ju përgjigjur një pyetje nga një gazetar rus në mërgim në Francë.